Dy partitë kryesore në vend, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, kanë gjetur dakordsinë e parë të rëndësishme për reformën zgjedhore. Komisioni i Reformës Zgjedhore pritet të shqyrtojë këtë të martë projektligjin e dakordsuar për financimin e partive politike, një hap kyç për rregullimin e burimeve të financimit, transparencës dhe kontrollit të ardhurave e shpenzimeve të subjekteve politike jashtë fushatave elektorale. Pjesët për fushatat elektorale mbeten të rregulluara nga Kodesi Zgjedhor. Ligji përcakton 5 kategori kryesore të burimeve financiare të lejuara për partitë politike, duke vendosur rregulla strikte për burimet e ndaluara dhe një formulë të re për shpërndarjen e fondeve publike. Ndalohet marrja e fondeve nga institucionet qeveritare dhe jo qeveritare të huaja, individ ose persona juridik të huaj, dhurues anonim, investitor strategjik, kazinot, lojrat e fatit dhe kriptomonellat. Po ashtu, ligji ndalon që entet dhe shoqëritë me kapital shtetëror apo personat me kontrata koncesionare dhe PPP të financojnë partitë deri në 3 vjet pas përfundimit të kontratës, kontributet nga OJF-ja, organizatat fetare apo persona të dënuar për korrupsion, pastrim parash, krim të organizuar, trafikim narkotikësh ose krime zgjedhore, gjithashtu ndalohen. Ligji vendos që dhurimet mbi 50.000 lekë të kryhen vetëm përmes bankës, ndërsa tavani vjetor për kontributet qeveritare vendos në 200.000 lekë. Parat e dhuruesve të panjohur i kalojnë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa partitë që nuk dorëzojnë raport vjetor për 2 vite me radhë përjashtohen nga i drejta për të garuar në zgjedhje.